Tani kam një thirrje për ju. Kandidatët e Lidhjes Demokratike vazhduan fushatën në 9 komuna, në të cilat kandidatët e saj janë në balotazh, e të cilët prezantuan projekte dhe kërkuan mbështetje me votë. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama, që synon mandatin e radhës, premtoi transformimin e plotë të lagjës Kodra e Diellit. Në bregun e Diellit 2 tash do të instalojmë edhe ngrojen qendrore. Dini që kemi pas buxhetin për 5 milionëve, të cilin tash do shtim përpara me instalu ngrojet qendrore. Përveç asaj, edhe hapësinat publike të gjelbërta, edhe më të pastërta, më të mira, po edhe në atë pjesën anej kemi me vazhdu transformimin, pra me i botë të gjitha shkallët e reja dhe këto pjesë të hapësirat publike të reja. E në Gjiljan, kandidati Arber Ismaili zhvilloi takim me veteran të luftës, para të cilëve premtoi punësim dhe zhvillim ekonomik. Në komunën Fqinjë Viti, kryetari aktual Sokol Haliti, që pret asiguroi mandatin e radhës nëpërmjet balotazhit, ka thënë se mbi 200 projekte të buxhetuara presin ekzekutim nëse e fiton garën e 9 nëntorit. Prandaj ke këto projekte, këtë vizion të lidhjes tonë, në magjistrorisë tonë, e cila do të thejnë përparësi me kyçen në autostradën Ibrahim Rugova Vallor për Gjaferi, do ta finalizojmë për shkak se qeveria ashme nuk do të jetë kjo e cila na ka bllokuar 4 vite. Ne jemi të vetëm që kemi program qeveres dhe për të kësaj, ne jemi të vetëm që 200 projekte kemi vazhdimësi, planifikume, buxhetume, që pritet më ekzekutu në tërë territorin e komunës Vitinës. Ndërkaq në Junik, kandidati LDK-s për kryetar komune Rushdi Shehu ka promovuar asfaltimin e disa rrugëve në lagjet Berish, Krasniq dhe 7 shtatore, duke premtuar se asnjë rrugë në këtë komunë nuk do të mbetet e pa asfaltuar. Disa i kemi nisur dhe së shpejti do t'i asfaltojmë. Disa të tjera ende nuk u ka ardhur radha. Mirë po LDK-ja do t'i asfaltoj të gjitha rrugët e Junikut pa dallim. Infrastruktura është parakusht për jetën dhe mirëqenien e junikasve. Fatkeqësisht kjo çështje ka qenë dashur të zgjidhej para 12 vjetëve nga pushteti i kaluar. Në Suhare, kandidati Ardian Shala, gjatë një takimi me banor në fshatin në Përbisht, u premtoi qytetarëve epokë të re për zhvillimin e komunës. Aktivitet elektoral zhvilluan edhe kandidatë të tjerë të LDK-s që synojnë fitoren nëpërmjet balotazhit. Let e para në Kosovë.